që kjo është gjendja e asfaltit ose qaraveshja e asfaltit Tajvalis. Për një kohë, një muj e gjys, oshtorën që gjendin qëto. Besëm një që edhe gropat në hanjen ma të vogla. Asfalt mbi asfalt. Cilësia e zollit në cilin është shtru asfalti. Ku po shqim këto vijat e prejmet asfaltit, ku është riparu një herë, e tash për një muj me ardhë me regullu 2 herë. Përshëndetje mistemidhjo shikues të shqiptarë që krejt nga unë Arlindi. Jena në Hajvali, bashkë në Hajvali, në magistralen Prishtinë-Gilan, ku e dim që diko afro një muj e gjys 2 muj është asfaltu kjo rruga këtu. Asfalti ri, hajde t'ju kallëzoj se në çfarë formë është qaravesh. Hajde me mu. Që kjo është gjendja e asfaltit ose qaraveshja e asfaltit Tajvalis. Ama asfalti ri. Për një kohë, një muj e gjys, oshtorën që gjendin qëto, komplet që shpeshene. Këtu tenka s'ka kalu që me pos ton kitë pesh për mu qaraveshje shtët. Edhe pse kitë rrugo ditë që rrehet prej makinave me pesha shumë të ronda, po prapë se prapë asfalti rin që gjendje së doshtë më ardhë. Ona që shpeshene kënjena jenë copat e asfaltit, të pak të në doshtë më ardhë e kompani e pastrimit mi hek prej asfaltit, pi rrugës kryesore. Hajde kënjena mel që ka po dhe një farë. Besëm një që edhe gropat në hanjen ma të vogla. Veqyre një gjendjen. Tona, jo po prishen kjerret, jo që ky guma, jo ajo, jo kjo. Me pasu një kjertë mirë. Tregëm një dove që pengon që është rruga prishme, se do kjerët do të edhe me deviju për mos me ra në grupë. Edhe këto sigurt, ama do më thonë, s'po dhja s'fa shtrejse mi thonë këtit asfaltit, asfalt mbi asfalt, po mduket mu vëllaj. Apo den, qëto është një asfalt i ka 2 gisht, 3 cm asfalt, se po na vjen dikush pimbosit. Asfalt mbi asfalt, 3+3 bojnë 6, 2 vene ka 3 cm bojnë 6 cm. A do më ta kallëzu dhe cilësinë e zollit. Cilësia e zollit në cilin është shtru asfalti në magistralen Prishtinë-Gilan këtu sakt në Hajvali. Çka mi bo këti asfaltit? Ose kur duhet më rregullu ky asfalt? Tash, se të na në Kosovë është një e mirë, që kur e qesin asfaltin e ri, e asfaltojnë mirë, mas një 2 jave vinë e prejnë asfaltin se kanë harunja 2 ceva mi qitë. Që kjo ndodhë dhe në Kosovë. Një qytetar na tregoj se që kjo rrugë kur është asfaltu, mas 3 ditën, i shqaqë tu asfalti. Do më thonë, mas 1 muje që e kanë shtru asfaltin, është duf marrë me regullu dhe njëherë. Ku po shqien këto vijat e prejmet asfaltit, ku është riparu njëherë, e tash, apet për 1 muj me ardhë me regullu 2 herë. Firma që e ka regullu asfaltin, e ka pos pretendimin që sigurt këtu ka far ujë për fundi, po një qytetar të në kallëdoj që këtu s'ka pas kush far ujë, po punimi i dopt, ose asfalti i dopt, e ka pru gjendje në magistrales Prishtinë-Gilan që gjendje. A përshni që do të me deviju kjerët me dalë kënena, jashtë ta korsisë të borë, për, po me hinë stacion të autobusit, që për dhejtet miri, do të mi stacion të autobusit, qëre, për, mos me ra në gropa, po, kejtë sopat asfaltit nga për rrugë, po, ka dalë. Shkrujnë një komente se qka i thonë që saj pune. Dhe herave tjera mirë mbecit. Që kjo është gjendja e asfaltit ose qaraveshja e asfaltit Tajvalis. Për një kohë, një muj e gjys, oshtorën që gjendin qëto. Besëm një që edhe gropat në hanjen ma të vogla. Asfalt mbi asfalt. Cilësia e zollit në cilin është shtru asfalti. Ku po shqien këto vijat e prejmet asfaltit,
ku është riparu një herë, e tash për një muj me ardhë me regullu 2 herë. Përshëndetje mistemi dhe shikues të shqiptarë që krejnë nga unë Arlindi. Janë në Hajvali, bashkë në Hajvali, në magistralen Prishtinë-Gilan, ku e dim që diko afro një muaj gjysë 2 muaj është asfaltu kjo rruga këtu. Asfalt i ri, hajde t'ju kallëzoj se në çfarë formë është qaravesh. Hajde me mu. Që kjo është gjendja e asfaltit ose qaraveshja e asfaltit Hajvalis. Amo asfalt i ri. Për një kohë, një muaj e gjys, është orën që gjendin qëto, komplet që shpeshene. Këtu tenka s'ka kalu që me pos ton kitë pesh për mu qaraveshje shtët. Edhe pse kitë rrugo ditë që rrehet prej makinave me pesha shumë të ronda, po prapë se prapë asfalt i rin që gjendje së doshtë më ardhë. Ona që shpeshene kënjena janë copat e asfaltit, të pak të në doshtë më ardhë e kompani e pastrimit mi hek prej asfaltit, pi rrugës kryesore. Hadë kënjena mel që ka po dhe një farë besëm një që edhe gropat në hanjen ma të vogla. Veqyre një gjendjen. Tona, jo po prishen kjerret, jo që ky guma, jo ajo, jo kjo. Me pasu një kjertë mirë. Tregom një dove që pengon që është rruga prishme, se do kjerët do të edhe me deviju për mos me ra në grupë. Edhe këto sigurt, ama do më thonë, s'po di as çfarë shtresi mi thonë këtit asfaltit, asfalt mbi asfalt, po m'duket mu vallaj. Apo den, çdo është një asfalt i ka 2 gisht, 3 cm asfalt, se po na vjen dikush pimbosit. Asfalt mbi asfalt, 3+3 bojnë 6. 2 vene ka 3 cm bojnë 6 cm. A do më ta kallëzu dhe cilësinë e zollit. Cilësia e zollit në cilin është shtru asfalti në magistralen Prishtinë-Gilan këtu sakt në Hajvali. Çka mi bo këti asfaltit? Ose kur duhet më rregullu ky asfalt? Tash, se të na në Kosovë është një e mirë, që kur e qesin asfaltin e ri, e asfaltojnë mirë, mas një 2 jave vinë e prejnë asfaltin se kanë harunja 2 ceva mi qitë. Që kjo ndodhë dhe në Kosovë. Një qytetar na tregoj se që kjo rrugë kur është asfaltu, mas 3 dite, i shqaqë tu asfalti. Do më thonë, mas 1 muje që e kanë shtru asfaltin, është duf marrë me regullu dhe njëherë. Ku po shqien këto vjetë e prejmet asfaltit, ku është riparu njëherë, e tash, apet për 1 muj me ardhë me regullu 2 herë. Firma që e ka regullu asfaltin, e ka pos pretendimin që sigurt këtu ka far ujë për fundi, po një qytetar të nga kallëdoj që këtu s'ka pas kush far ujë, po punimi i dopt, ose asfalti i dopt, e ka pru gjendje në magistrales Prishtinë-Gilan që gjendje. A përshni që do të me deviju kjerët me dal kënena, jashtë ta kursis borë, për, po me hinë stacion të autobusit, që për dhejtet miri, do të mi stacion të autobusit, qëre, për, mos me ra në gropa, po, kejtë sopat asfaltit nga për rrugë. Po, ka dal. Shkruajini në komente se çka i thonë që saj pune. Dhe herave tjera, mirë mbetësit.